Me lutje e me bekime po jepet lamtumira e fundit. E për ta përcjell Papa Franceskon në vendin e prejjes, në meshën që u mbajt në sheshin e Shën Pjetrit, për funeralin e tij morën pjesë mbi 250.000 besimtar katolik. Në mesin e tyre, lider nga e gjithë bota, përfshirë këto presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, atë të Francës Emmanuel Macron e të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Pjesëmarrës në bazilik qenë edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti e i pari i Shqipërisë Bajram Begaj. Para popullit e krejt udhëheqësve u bën lutje që Papa i Njerë ta bekojë kishën, Romën dhe krejt njerëzimin. Costruire ponti e non muri. Derisa veprimtarinë e tij e ngritën në piedestal. Diceva, la guerra è solo morte. Përballë luftrave të tërbuara të viteve të fundit, me tmerret e tyre njerëzore dhe vdekjet e shkatrimet e panumërta, Papa Francesku ngriti pa pushim zërin, duke kërkuar paqe dhe duke bërë thirrje për negociata të ndershme për të gjetur zgjidhje të mundshme. Il mondo peggiore. Pas kësaj, në tingujt e Kambanës, me përcjellje shtetërore, arkivoli Papa Franceskos u largua. Derisa të gjithë ata njerëz që dolën qoshëve të rrugës e përjetësuan këtë kujtim. Por kur makinat që e bartin trupin e pajet kalonin rrugëve të Romës, nuk munguan as bloritjet e duartrokitjet. Pas kësaj, Papa Francesco mbërriti tek destinacioni i tij i fundit, në Bazilikën e Shënmërisë së Madhe. Aty u prit nga peshkop dhe kardinal të lartë. Tutje vazhdoi privatisht varrimi, ashtu siç Papa gjithmonë e kishte dëshiruar, me një gur mbi varr ku emri i tij do të shkruhet në latinisht.